Numri i nxënësve të cilët përfundojnë arsimin profesional dhe më pas largohen jashtë vendit është në ulje nga viti në vit. Një fakt të tillë e konfirmon për Blu Televizion Gentian Boçi, drejtori i Shkollës Industriale Pavarësia, i cili thotë se në këtë drejtim ka ndikuar rritja e pagave për profesionistët. Boçi thekson faktin se sot një IT, elektricist, hidraulik me punën për gjatë muajit siguron më shumë të ardhura në Vlorë se në vendet evropiane, për shkak edhe të taksave më të reduktuara që duhet paguajnë në shtet. Boçi konfirmon faktin se po kthehen nga emigrimi drejt Vlorës edhe ish nxënës të kësaj shkolle, të cilët kanë hapur në qytetin bregdetar bizneset e tyre personale. Nëse gjëra duhet i themi siç janë, atëherë një hidraulik i pavarur, elektricist i pavarur, IT i pavarur që punon për hesapin e tij apo në biznesin e tij, edhe sikur të mos ketë punëtor, po të jetë vetë përfaqësues i biznesit tij. Nëse punon në Shqipëri tetor, profesione si elektricist, hidrauliku, IT-a çojnë shumë në shtëpi në fund të muajit se sa do të çojnë në një vend evropian. Për arsye se edhe politika shtetërore në Shqipëri, taksat, tatimet janë shumë të vogla se sa në një vend të Evropës. Po marr në shembull të thjesht për ta bërë më të qartë për dëgjuesit. Nëse një hidraulik në Shqipëri merr 200.000 lekë, këto i çon në shtëpi në ditë. Dhe kjo është një shifër që e arrin të gjithë ata që punojnë në mënyrë të pavarur. Nuk është një shifër që unë po egzagjeroj. Ne e dim vetë pasi gjithmonë kemi kontakt me ta. Ndërsa në Gjermani mund t'i marrësh vërtet 200 euro në ditë, po nga këto 200 euro 80 ti merr shteti brenda ditës, që është tatimi. Ndërsa këtu për shkak të politikës së taksave dhe tatimeve fiskale të shtetit shqiptar, këtu të ardhurat në fund të muajit janë më të mira, të mendosh që këtu nuk ke shpenzime shtesë siç do të kesh në një vend tuaj. Kjo është ajo arsye që jo vetëm që nxënësit ta nuk po emigrojnë, po kthehen edhe ish nxënës së shkollës tonë, të cilët tashmë kanë bizneset të tyre dhe këta janë dhe partnerët e shkollës me të cilët ne çojmë nxënësit e sotëm për biznes, janë dhe një shembull suksesi, një histori suksesi për shkollën, gjë që i motivon më shumë nxënësit për të marrë profesionet. Në aftësimin e nxënësve, drejtori Gentian Boçi tregon se ndikon dhe praktika e kryer në biznese. Krahas praktikës, shumë prej nxënësve edhe punojnë në bizneset e qytetit, ku kjo gjë sipas Boçit i ndihmon të aftësohen profesionalisht. Kurrikulat mësimore dhe projektet e ndryshme të zhvilluara në këtë shkollë, sipas drejtuesit të saj, nxjerrin profesionistët e të ardhmes për qytetin. Nxënësit e shkollës industriale absolutisht që do jenë më të përgatiturit për të punuar në profesione. Kjo vetëm për shkak të atij shkollimi tradicional që ka qenë në vite në shkollat arsim profesional, po nxënësit tanë një pjesë e mirë bëjnë praktikën në biznes dhe thash praktika në biznes ka shumë përfitime në krahasim me shkollën. Pasi ke marrëdhënie me punëdhënësin, me klientin, me bërjen e llogarive të biznesit, që do të thotë kur merr për një punë përsipër duhet të përcaktosh materialet që duhet marrësh. Por gjithashtu dhe ata që janë në shkollë, të cilët nuk arrin apo për shkak të largësisë nga shkolla apo për shkak të vendbanimit të tyre nuk arrin të gjejnë biznes, dhe jo se nuk ka kërkesa, po janë nxënës të tillë të cilët duhet të përgatiten më shumë në shkollë pas se të vënë biznes. Në shkollë ne bëjmë gjithmonë projekte tek të cilat unë do t'i quaja multidisiplinare, pasi në një projekt nuk është puna e vetëm një drejtimi të shkollës, por disa drejtimeve dhe bërja projekteve të cilët tashmë e dim që shkojnë për qytetin, për shkollat e tjera apo për shkollën tonë, i bën nxënësit më të angazhuar për të mësuar profesionin. Shumë prej nxënësve të cilët më parë kanë përfunduar arsimin profesional në 2 shkollat profesionale të qytetit kanë hapur sot bizneset e tyre personale, duke qenë njëkohësisht partner të shkollave ku mësuan profesionin.